Pas jemi në vigjilje të muajit shërt Ramazanit, dëshiroj të tregoj disa efekte që ka Ramazani në shëndetin tonë fizik dhe emocional. Efektet e Ramazanit janë fizike, metabolike dhe psikologjike. Ramazani ka efekt në përmirësimin e metabolizmit, detoksifikimi dhe pushimi i sistemit tretës, ulja e tensionit gjakut dhe të rrahërave të zemrës, ulja e inflamacionit dhe stresit oksidativ, përmirësimi i shëndetit mendor përmes rritjes së kontrollit, qetësisë shpirtërore, disiplinës dhe reduktimit të stresit emocional. Ne kur ushqehemi, baza jonë ushqyese është sheqernat apo karbohidratet, yndyrnat edhe proteinat. Sheqernat janë ato të cilat zgjasin në kohë të shkurtë. Prandaj gjatë muajit Ramazanit ato harxhohen shpejt dhe në shprehje si burim energjie vijnë yndyrnat, të cilat janë mjaft të rëndësishme që të konsumohen gjatë këtij muaji. Për këtë arsye ndodh edhe përmirësimi i metabolizmit, detoksifikimi dhe zhvullimi i stresit oksidativ. Organizmi proteinat i shfrytëzon si materie ripërtrirëse apo për të përmirësuar, regeneruar qelizat e dëmtuara. Për këtë arsye organizmi nuk preferon që të shfrytëzohen proteinat për energji, mirë po për riparim apo për ripërtrirje. Kështu që gjatë muajit Ramazanit është shumë e rëndësishme që të rehidratohemi me anë të ujit, mirë po dhe të kemi një balans në mes të ushqimit me karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Këshilla ime është që të shtohet sasia e proteinave dhe të zvogëlohet sasia e sheqernave. Normalisht yndyrnat do të jenë 25 deri në 30% racioneve, marr këto edhe sasinë e mjaftueshme mineraleve dhe vitaminave. Përmirësimet fizike janë të pakta në raport me përmirësimet shpirtërore dhe ndikimin emocional që ka Ramazani në shpirtin tonë. Prandaj, urime muajit shërt Ramazanit, azërim të lehtë dhe të pranuar.